lezetin më të madh politik Albin Kurti ka pasur, ku Albulina Haxhiun e ka ftuar aty vetëm me japnin në shkrim, edhe ky ka vendosur vet. Edhe 5 vjet i vazhdohet. Nuk i ka fituar zgjedhjet. Po nuk i ka fituar zgjedhjet. Trumpi fitoi edhe i kreti i nominon. Trumpi nominoni në shkruan. A di çfarë krahasimi të bue? A di çfarë krahasimi të bue? Jetë në krahasu demokracinë 300 vjeçore amerikane me demokracinë tonë të brisht. Me demokracinë tonë të brisht. Tash presidenti dihet në Amerikë qysh. Kur e fiton njëra parti presidentin, e ka pushtetin e përcaktuar me 7 nene të kushtetutës Amerikës, edhe me 21 amendamente. A kjo kushtetuta jonë me plot nene, me thonë nuk i ka përcaktuar çaqorçe. Kush e merr? Jo, se kemi sistem parlamentar. A ka bën antikushtetuese sot? Kush? Me çfarë bën? Nuk përmend antikushtetuese. Nuk përmend kur gjuan antikushtetuese. Po vëm? Nuk kam vëm kërkuar mu. Ty ku po vëm? Ty ku po vëm që po reagon? Për disa presidentë amerikanë. Presidenti amerikan që nuk po fiton nga një shumicë ka fituar ky, po i nën shkruaj ka po zgjedh kryet të cie. Manipulimet. Kur ata thonë kur atë kësaj, e Albin Kurti me 51.1%, po duaf kam ju thonë, jo, unë nuk ban me mjazot. Ai të po çfarë krahasimi banal ju të bue. Në Amerikë presidenti kur e fiton me një votë më shumë, me një elektor më shumë, ai ka këtë pushtetin. Ndërsa në Kosovë sistemi jonë përcakton ndryshe. Me bako kushtetuta kishton 51% e ki fitu, e bën qeverin, e ki shumicën në parlament, e zgjedh edhe presidentin. Po kushtetu ju ajo ka thënë me kon 80 deputet sot. Pra ka përcaktuar diçka më tepër. Kush mund ta bëj presidentin në këtë moment? Cila është formula? Shiko, Macmori duhet me tregu se ku po flitet domethënë që vetvendosja nuk po don zgjedhje, po don president. Dhe e